po du mu ndërlidh me ato që unë nuk jem njeri që këthe në mbrapa. Ajo që ndodhi, qka duhet me më shëru? Që shërosh? Shërosh kur futesh prap në mesin e njerëzve, në mesin e shokve, falënderit prej urimeve të panumërta, prej vizitave të panumërta, prej po veç 5% të lutjeve tyne. Lutjeve tyne, unë i falënderojmë Zotit, do me thonë që shpet më kanë qu prej spitalit. Normalisht do të me i falënderu mjek e mrekullueshëm të unisë, prej agronit, lavdimit e betimit. Betimit. Falenderojmë edhe i përshëndesim. Se betimit më budol. Shokun e ngusht e harrove. Të jetë që frente se në rëmë. Betimit më budol. Se të bëbudol. A qëtë në gjumë. Merë me mend, qështë shumë ka gjatë operacionit, po gjithashtu dhe doktorin Qerim Kiden, që ka qenë mjekët matë mirë të mund të shumë edhe në spitalin matë mirë. Po du mu këthy të qajo që më ka shty edhe i kom thynë është edhe do rekordit pathyshme, pas 4 ditëve kom shku në bi. Po shumë e shpejt rikëthimi jotë qoftë edhe në misionet edhe timet, po edhe rikëthimi jotë në këndim. Besëm që kur kush të ndimon, mjeku ma i mirë, se sugestioni dhe autosugestioni janë dy gjonat cilët njerëz do të mi pas në dorë. Une e kom di që kom thy komën. Une hajmalis më shmi bakë, du shme gjithë ortopedin e mirë. Po e vërtet. Po për hajkare me fetë ashtë, po flasim që ashtë. E vërtet. Mjekët e mirë. Po dhe që ajo energjia, besimi. Spitali fantastik, stafi fantastik. Ta letoj dhimbje. Po e vërtet. Të japin atë fuqin për cilën ti ke hupë, sepse njeriu në lëndim edhe atë lëndimi shpirtënor është ma i rëndë se ky fizik, se ky ka qenë lezim një thymë që ka ndodhë. Po Sinan, ke qenë i planifikuar me këndu në dasmën